Edhe komuna më e thellë ku ende nuk ka shkuar interneti duhet që të bëhet prezente në web. Ministri i Inovacionit dhe Teknologjisë Gens Pollo kërkoi që bashkitë dhe komunat të angazhohen për të përdorur shërbimet elektronike në ndihmë të qytetarëve. Kjo kërkesë ju drejtua vendorëve gjatë një tryeze të rrumbullakut për ndërgjegjësimin e këtij pushteti në lidhje me rëndësinë e teknologjisë së informacionit. Ne gjithë bashkë kemi detyrimin të japim aksesin dhe informacionin në kohën e dur. Dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit është një mundësi e madhe në këtë drejtim. Dhe shumë e rëndësishme që modelet e përparuara në ofrim të shërbimeve nga disa bashki dhe komuna, modelet e avancuara të zhvilluara, të përqafohen, të zhvillohen nga autoritetet vendore. Shfrytëzimi i teknologjisë, prezenca në web, në internet, hap një mënyrë të re të rëndësishme komunikimi me komunitetin, zgjedhës dhe taksapagues, bashkisë apo komunës. Përfaqësuesja e përhershme e PNUD, Zineb Touimi Benjelloun, e përcaktoi si mjaft të rëndësishëm zgjerimin e qeverisjes elektronike. Shpresojmë që ky komunikim i dyanshëm ndërmjet qeverive vendore dhe qytetarëve të tyre, i mundësuar nëpërmjet teknologjisë dhe rrjeteve sociale, të japë një zhvillim të mëtejshëm proceseve demokratike në Shqipëri. Në këtë aktivitet merrin pjesë një numër i konsiderueshëm përfaqësuesish nga komunat dhe bashkitë e të gjithë vendit.